thuash një dëshirë duke parë një yll, është mirë si fillim, por nëse do që të bëhet e vërtet, ti duhet të bësh pjesën tënde. Ej, shiko, dyqani lodrave. Qa rakete e mirë për projektin e sistemit tim diellor. Më shumë e madhe. Kjo është më e madhe se planetet e mi. Oh, shiko ata rushin atje, duket aq i bukur me atë kordelen roz. Ditëlindja e saj po afron. Dhe ne nuk kemi vendosur akoma për dhuratën. Mendoj se e kemi përpara. Nuk mbaj mend të kemi ngrënë planete për darkë. Planet? Ku është? Është sateliti im, mami. Është sistemi tim diellor. Modeli sistemi diellor. Edhe unë kam për një tillë kam qenë zënës. Sa planete janë? Mërkuri, Marsi, Toka, Afrodita, Saturni, Jupiteri, Urani, Neptuni, Pluton. Përgjigje sakt, babi. Wow! Po shkatëson mendjen, a? Kjo do të thotë që po të pëlqen matematika dhe po mëson ti bësh veprimet shumë shpejt. Dua ti bëj sa më mirë detyrat dhe të dal sa më mirë në provim, babi. Po deshe mund të ndihmoj. Të të bëj ca pyetje? E provojmë. Mirë. Sa bëjnë 4 herë 6? 4 herë 6 baraz 20. Jo, prit. 24. 4 herë 6 bën 24. Shumë mirë, motër. Me kalimin e kohës do t'i bësh më shpejt. Natën e mirë, fëmi, dhe gjumë të ëmbël. Natën e mirë, mami. Shiko, ylli dëshirave. Ylli dëshirave? Ç'është ai? Thonë se nëse she atë yll të pari në mbrëmje, ti mund t'i kërkosh një dëshirë. Prandaj quhet ylli dëshirave. Yll që shkëlqen, yll që ndriçon, ylli i parë që pash sot në mbrëmje. Do doja të mundja, do të doja të isha, të realizoja një dëshirë, do të doja këtë mbrëmje. Çfarë ndodh pastaj? Dëshirat janë të veçanta dhe mos i tregoj njeriu për ato. Pastaj ato bëhen të vërteta. Ëndra të bukura. Va, je zgjuar? Po. E ti qove qëta, mami? Që do të ndodhte sikur unë t'i flas yllit? Mund ta provoj? Them ta provoj. Yll që shkëlqen, yll që ndriçon. Ylli i parë që shon në qell. Do të doja të mundja, do të doja të isha, të realizoja një dëshirë, do të doja këtë mbrëmje. Do të dëshiroja ariun e vogël që pante vitrina e lodrave. Faleminderit ylli i dëshirave. Hiqe gishtin nga torta, zotri. Jo tort derisa motra jote të hap dhuratën. Ua, që nga shumë e madhe. Arushi i dyqanit të lodrave. I kërkova dhurat yllit të dëshirave. Dëshira ime u realizua. Gëzuar ditëlindjen, motër. Gëzuar ditëlindjen, motër. Pyetja tjetër. Sa bëjnë 8 herë 6? 28. Po. Sa bëjnë 21 pjesë për 3? 7. Shkëlqyer, motër. Gjitha ato pyetje dhe ti bëre vetëm një gabim. Dhe e punon shumë shpejt. Mendoj se do të dalë shumë mirë në testin e matematikës. Faleminderit, baba.
Nëse ti do të dalësh mirë në destin, një copë e madhe çokoladë është për ty. Të premten shpresoj të marrë me të vërtet një notë. Me të vërtet shpresoj. Kjo po që është një dëshirë. Yll e dëshirave. Yll që ndriçon, yll që shkëlqen. I pari yll... Ylli nuk duke sonte. Po pres për nesër më mirë. Oh, jo. Ylli përsëri nuk pas ka dalë sonte. Vlaçko, çfarë po bën? Po mere me sistemin tim të planetëve, ja tregova dhe mësuesit sot. A nuk meriton një notë të mirë ekstra për këtë punë që kam bërë? Po ti si dole me testin e matematikës? Nuk e di akoma. Mësuesja do na jap nesër. Mundesh të lëvizësh pak nga dritarja? Po më bllokon pamjen. Dua të shoh nëse ka dalë ylli i dëshirave dhe ta falenderoj që më dhuroi arushin e vitrinës. Të falenderosh atë? Vetëm këtë do të bësh? Në rregull, dua të kërkoj një dëshirë tjetër. Të marr një A ose B plus në testin e matematikës. Dhe dua të shoh në ka dalë që t'ja them këtë dëshirë. Të lutem. Ma ke borxh, ë? Faleminderit. Oh, pas ka dalë. Yll që ndriçon, yll që shkëlqen. Ylli i parë që pash sot në mbrëmje. Do të dëshiroja të mundja, do të doja të isha, të realizoja një dëshirë, do të dëshiroja këtë mbrëmje. Faleminderit për ariun e vitrinës, ylli i dëshirave. Po për tesin tim nesër, ç'do të bëhet? Faleminderit që më ndihmove dhe bëre për mua këtë, babari. Nuk ishte asgjë ben. Ti bëre shaka kur më the që nuk kishe të korat mira këtë vit. Unë nuk bëj asnjëherë shaka me këto gjëra, por ja shikoj e vetë si është. Do t'jetë e lodhshme, them. Ti vendosësh gjithë këto barbunja në kosha. Dhe një kohë e gjatë që i laçin mesit për ta shëruar. Baba, shiko këtu. Ka marrë një B+ në testin e matematikës. Kjo është mrekulli. Motor, përshëndetje princeshën time. Përshëndetje, princesh. Sa të mbaroj me zotin Ben Motor, do të shkojmë në shtëpi për darkë. Mos kime reak, babi. Ti je një kalë miqësor dhe shumë i bukur. Dhe unë të dua shumë. Yll që ndriçon, yll që shkëlqen, yll i parë që pash sot në mbrëmje. Do të dëshiroja të mundja, do të doja të ish, të realizoja një dëshirë do të doja këtë mbrëmje. Përshëndetje ylli i dëshirave, jam unë sërish. Dua në gjithë zemër të kaloj me kalin e zotit Ben. Të lutem dhe faleminderit. E di që kam kërkuar shumë dëshira, por këtë të fundit e dua me të vërtet. Me gjithë zemër. Nuk pas ka kalë këtu. Do shta është nga mbrapa. Kale nuk shën ka asgjë kundi. Po glushe, ç'ka ngjarë? Ylli i dëshirave më lanë balit, babi. Ai nuk e realizoi dëshirën time si bëri për arushin dhe notën në matematikë. E cila dëshirë s'u realizua? Dëshiroja që të kaloreja vetë me kalp. Mendoj se nuk i kam kërkuar shumë. Ndoshta ylli i dëshirave është shumë i zënë sot. Ndoshta, ai mund të ketë me qindra dëshira çdo mbrëmje, dhe ndoshta nuk ka pasur kohë për këtë dëshirën time. Por ka dhe mënyra tjera që ëndrat bën realitet, e di? Shiko arushin tënd për shembull. Ti ke qenë një vajzë mirë, e ke dëgjuar mamin dhe babin.
Na ke ndihmuar dhe unë me mamin do ta blini marushin. Ja kërkoje apo jo yllit i këtë dëshirë? Vërtet? Vërtet. Vërtet, dhe nota e mirë që more në test ishte se ti mësove shumë. Dhe jo se i kërkova yllit të dëshirave? Ti i ke merituar këto gjëra. Ti bëre që dëshirat bën realitet. Pra paska dhe mënyra të tjera që ëndra të bëre realitet. Ndoshta nuk kam nevojë për yllin e dëshirave. Ndoshta jo. Po shkoj që të kujdesem vetë për dëshirën time të tretë. Ben, nuk më del koha të bëj kaj shumë arka për ty. Po kam filluar të punoj shpejt. Kam dhe përforcime. Motra më ka ndihmuar shumë. Ajo do të më ndihmoj dhe në këmbim, unë do ta lej që të shëtis me princeshën sa herë të doj. Dhe princesha mezi po pret. Ajo është e lumtur në shoqërinë e motrës. Ajo do të jetë e vetmja që do të shëtis me kal dhe e vetmja që e meriton ata. Kishe të drejtë, baba, ka dhe mënyra të tjera që dëshirat të bëhen të vërteta. Është gjë e mrekullueshme kur punon shumë. Dhe këmbgulja jote të dhuron atë që ti meriton. Unë mendoj se shokët e mi janë të talentuar, po unë nuk shquhem për ndonjë talent. Çfarë? Ha, gjatosh, shoh se pas ke talent për të bërë aeroplan prej letre. Ashtu se? Ndoshta ti ke dëshirë të demonstrosh këtë talent në shfaqjen e talenteve që organizon shkolla. Jo, akoma jo. Shumë keq. Ndonjë tjetër do të marrë pjesë në shfaqje? Mund të kemi disa gastorë në turn, ndonjë magjistar, dikush që diti bie fizarmonikës. Mirë. E kuptoj hezitimin tuaj, por unë mendoj se secili prej jush ka një talent të veçantë. Ndonjëherë duhet pak për ta zbuluar se ç'është. Në rregull, dua që secilit mendohet për atë që thash. Kujtohuni, jo pjesëmarrje, jo shfaqje talentesh. Vllaçko, mund të flasim pak? Unë nuk kam ndonjë talent të veçantë mësues. Jam shumë i në sport, por nuk e di se ç'mund të bëj në sken. Dëshiroja të kisha talent, po nuk kam. Po sikur të ndihmosh tjerë të gjejnë talentin e tyre. Ha? Ti do të jesh zbuluesi i talenteve. Ti do t'i ndihmosh ata të zbulojnë talentet dhe të regjistrohen për shfaqje. Mund ta provoj, po E di që mundesh. Jam i sigurt se do të bësh një punë të mirë. Mos haro. Secili ka një talent veçantë. ndonjëherë kemi nevojë për pak ndihmë për ta gjetur se çfarë është. Kështu, jam përfaqësuesi zyrtar i zbulimit të talenteve. Është detyra ime të zbuloj talentin e të tjerëve dhe të regjistrohen për shfaqje. Kjo është e mrekullueshme, vlla. Po si do ta bësh këtë? Nuk e di, por di që secili ka një talent. Dhe ndonjëherë ka nevojë për pak ndihmë për ta zbuluar se çfarë është. Por ti duhet ta dish se po nuk gjetë asnjë talent, nuk do të ketë shfaqje. Faleminderit që ma kujtove, Fred. Hey, po përse janë miqt? Asgjë e veçantë këtu. Asgjë. Më duket se gjeta konkurruesen e parë të shfaqjes. Po sa u bë? 8 minuta e 22 sekonda. Është kohë e mirë? Wow! Shumë e mirë për të thënë. Lezi Brun, ju keni shumë talent për të qëndruar me një këmbë. Vërtet? Sigurisht, do të dëshiroje që të demonstroje talentin tënd të veçantë në shfaqjen e talenteve? Në rregull, sigurisht. Shkëlqyer. Mirë, Një derë? hipopotam. Oh, po, deri egër. Prit. Po kjo e kujt është? Popotami?
Ja. Oh, po fazi. Sa kafshë të tjera ditë imitosh? Ta provoj. Po si një lopo ose si një kal? Vetëm hipopotamin dhe deri. Do pa nga kjo? Jo, nuk dua. Faleminderit, do shihemi më vonë fazi. Wow! Ha? Nuk më pe vlla? Ej, Fredi, çfarë po bën? Në librari? Si mund të marrësh gjitha libra me një herë? 2 karta librarie. Dhe i merr të gjitha për një javë? Si po shkon me shfaqjen? Pesi pas ke gati. Jo, akoma emitusin e kafshëve se kam gati. Shkëlqysëm fazi. Fillimi mirë. Hej, e di që lista jote po shtohet nga pak? Po, nga dal. E di, ti ke me të vërtet talent të zbulosh të tjerët. Ajo që dua të zbuloj është dikush që të bëj diçka të veçantë. Ke ndonjë ide? Jo, ti e zbuluesi talenteve. Shiko mirë dhe gjeje ata. Wow! Do ndim? Ups! Jo, faleminderit. I kapa. Hey, Fred, ti duhet jesh në shfaqje. Me të vërtet? Po ç'të bëj? Një kuilibrues. Atë që bëre tash ti. Jam unë? Kërkon një fizik më të madh. Wow! Nuk e kisha vënë re këtë. Unë që kam një talent? Konsideroje veten pjesëmarrës në shfaqjen e talenteve. Dhe buri nxori shpatën e tij të artë. E ngriti në ajër si për të treguar që fuqia e tij vinte andej dhe u drejtua nga përbindçi i tmerrshëm. Wow, Berta! Oh, po lexoja me zë të lartë? Ishe e mrekullueshme. Mbeta pagoj, sidomos kur fringulliu shpatën e tij në qiell. Po, është histori e bukur. Sidomos kur e tregon ti ke talent për të treguar histori, Berta. Me të vërtet? Unë nuk e dija. Ndoshta unë jam e mirë për të treguar histori. Berta, unë do të shënoj ty në shfaqjen e talenteve. Si mendon? Dhe pastaj, vuraj një palë kanto më vënë dhe rrotullojsha me shpejtësi. Sa fantastike, Fredi. Ti mendon se kjo është për të qeshur? Po, mendoj se po. Ja, ky është talenti jot i veçantë, Fazi. Se po të shkon puna? A ke gjetur shumë talente? Po, nuk kam gjetur çelësin e shfaqjes. Çelësin e shfaqjes? Po, dikë që ka një talent të veçantë, që t'i lër të gjithë me gojë hapur. Aq shumë sa ke kërkuar ti? Ndoshta ai duhet të jetë duke të pritur ty. Nuk jam i sigurt. Ha? Çelësi i shfaqjes. Këte! Jetë kjo dita jote me fat? I kështu ku. Kam ca punë me vllajin për sot. Jo tani gjatosh, kam ca punë për të bërë. Okej, në rregull, çfarë ke? Të, Ha? talenti im. Ti do të jesh në shfaqje? Të bezdisësh të tjerët që ka një talent? Sa për të qeshur, talenti im është qëndrueshmëri dhe forcë në shtrëngimin e dorës. Jep, provoje. Do të më pëlqente gjatosh, po të shtrëngosh duart e gjitha audiencës më ha shumë kohë. Në rregull. Si të duash. Po shkoj të gjej ndonjë talent tjetër. Shumë vonë, e humbëm se kush ishte. Ç'ti bësh gjatoshit? Eja vëlla, gjejmë diçka tek fusha e futbollit apo diku tjetër. Ti nuk më lë të harroj, ha? Megjithatë, do të jetë një show i bukur, megjithse nuk e gjetë zërin e mrekullueshëm. Faleminderit. Nesër do t'i tregoj mësuesit talentet dhe ai do të më thotë se ç'të bëj. La la
Faleminderit Fazi, po mbyll veshët nga qefi. Më duket vetja si princi që do të gjej Hirushën. Kush është tjetri? Tani s'ka më. I kemi provuar të gjithë në shkollë, përveç prindërit dhe mësuesit. Do është zëri i mishteshëm, kush e di ku është futur. Ti përpiqu. E atë shkojmë. Oh, jo, vetëm këtë nuk dua tani. Hej, ku i ku kjo? La? Ti nuk do më ikësh tash ti. Oh, po prap ti? Tamam ty po të kërkoja. Nuk kam kohë për ty Gjatosh. Sigurisht që ke. Më dëgjoj një herë. Shkëlqyer, po nuk kemi në shfaqje pjesë për harmonik. O, dreq. Beautiful dreamer, wake unto me. Ha? Gjatosh është këngëtari misterios? Hopes are waiting for thee. Gjatosh, ku ke mësuar të këndosh kështu? Ti ke talent. Çfarë? Të këndoj çfarë? Nuk isha unë. Unë nuk di të këndoj. Po, ti mundesh. Ti je një mrekulli. Ikës duan dhe. Ti këndon mirë Gjatosh. Unë mund të jepja gjithçka të kisha një talent si. Seriozisht e ke? Po, jam të duaj që ti t'jesh qelë si shfaqes time. Jo, me të vërtet, ik prej te. Seriozisht e ke? Dhe unë mendoj se jam mirë. Dhe nëse ti këndon, do të leti biesh harmonikës. Beautiful dreamer, awake unto me. Beautiful dreamer, awake unto me. Pra... Aq ishte? Bravo Gjatosh! Unë shumë e mirë Gjatosh. E pa parashikuar. Le të shikojmë talentet e tjerë të kësaj nate. Unë besoj se secili ka një talent veçantë, por ndonjëherë duhet pak ndihmë për të zbuluar se kush fshehur. Dhe tani do të ftoj një talent të fshehur që mundësoj zbulimin e këtyre talenteve të fshehur. Vëlla Ariu. Unë përpiqem shumë që të përgatis një ushqim të shëndetshëm për motrën, vëllain dhe babain, po si të bëj që ata të dallojnë kush është i ushqyeshëm dhe kush jo? Me sa duket maratona e arinjve do të filloj sërish për këtë vit. Çfarë i dashur? Thash që maratona e arinjve do të filloj sërish. Unë ka marrë pjesë në këtë garë dikur. Është gara që ti ke marrë pjesë. Atë të thash. Ti ke qenë atlet? Sigurisht. Hiri një sy kësaj. Wow! Shiko atë trofeun. Po, babai ka qenë një ari këmbëshpejt. Kam qenë? Unë jam akoma. Të kam parë që të merret fryma që këtu e te frigoriferi. Sa më pëlqejnë këto patatina. Po çfarë do që të thoni ju, unë mund të marr pjesë në këtë garë. Dëshiron të vraposh prap baba? Do t'ishte shkëlqyer nëse do të doje. E dini çfarë? Po shkoj të regjistrohem në atë garë. Po! Dhe e dini çfarë? Po shkoj të çoj këtë poster në qendër dhe të vi përpara se të jetë shtruar dreka. Pa makinë. Po baba, shko baba. Baba Ariu, a je mirë? Mirja, vetëm pak marrje fryme, asgjë tjetër. Mos të shprishur gjë makina? Jo, po shkoja në qendër të lajmëroja për maratonën e arinjve.
Qenka e mrekullueshme. Të merresh me sport është ushtrimi më i mirë për shëndetin. Jam dakord 100% me jo. Pra, ja kalofsh mirë me ushtrimet. Mirë pafshim. Jepi. Ja, haqë ishte. Ndoshta të hyja në këtë garë nuk ishte një ide e mirë. Më mirë të tërhiqem. Ku ka ndonjë taksi? Kam nevojë për taksi. Babi, ti që nga kthyer? Çfarë ka ndodhur? Ti nuk dukesh mirë, baba. Jam pak i lodhur dhe vendosa të mos marr pjesë në garë, ndoshta vitin tjetër ose një vit më vonë. Atëherë s'kemi përse të flasim, babi. Fundja kemi kohë të përgatitemi për garën. Me të vërtet, deri atëherë ti do të jesh në formë. Dhe unë do të vrapoj bashkë me ty. Çfarë ideje? Si mund ta hedhësh poshtë një ofertë të tillë? Dhe unë mund të vrapoj me ty, baba. Ne jemi një skuadër. Në rregull. Do ta bëj. Hey! Është koha të kthehem në formë për garën. Më mirë e fillim nesër stërvitjen. Duhet jemi në formë për garën. Ne duhet të stërvitemi të vrapojmë, baba. O sikur të vrapojmë deri tek ajo pema tek kodra. Sigurisht. Në rregull, është si bukë me djath. Erdha. Arritëm atje? Ja, koma. Jemi afër. Në rregull. Mendoj se vrapoa mjaft për një ditë. Nuk e kam ndjerë këtë lodhe atë kur luaja baseball. Pa ti vrapon 20 sekonda vetëm. Mirupafshim. Shihemi më vonë. Faleminderit për akullore, babi. Faleminderit. Ju bëft mirë. Unë mendoj se jemi mirë si për ditën e parë të stërvitjes, a? Edhe unë. Ky është një vakt i shkëlqyer për një mbret të vrapimit. Se erdhët. Kam një surprizë për ju. Kola me gaz? Edhe akullore, se kishe metje. Akullore? Unë mendoj që ju të shionit këtë ushqim të shëndetshëm që kisha përgatitur. Po, e di ajo akulloria si kur më ngopit asi shumë dhe... Ishin 3 akullore, baba. Dhe mos haro çokoladën dhe biskotat me mjalt. Pa, provova të nga ato biskotat si ylber. E shoh që nuk pas keni uri sot. Patatina. Biskota me çokoladë. Kokra sheqeri, sa të mira. Unë mendoj se haruam stikat. Dhe biskotat Crunchies. Po këto çfarë janë? Tani u kujtova. Është një kola speciale shumë e ëmbël. Po shkoj që ta marrë një. Nuk mendon se kemi mjaft? Kur mos thua jo për një kola. Doktor Grizzly, më falin, nuk ju pash. Mos u shqetëso, nuk bëre ndonjë dëm. Si po shkon trajnimi për garën e madhe të maratonës? Di çfarë? Fëmijë do vrapojnë me mua. Do jemi Sierra. O, baba, mos thuaj Sierra. Jo, 2 bloqe vrapojnë Sierra, se pastaj nga dalë lësohemi pak. Po kjo kuptohet. Ne po stërvitemi kemi posuaj se 2 javë të tëra. Përshëndetje, doktoresha Grizzly. Përshëndetje, motër e vëlla. E marron atë.
Unë e kuptoj përse ju lodheni kur vraponi. Ju duhet të vini në klinikën time për një këshill profesionale, mendoj. Mendimi mirë, doktoresh Gritli. Do t'jemi aty nesër pas dreke. Nesër pas dreke është shkëlqyer, shihemi në klinikë. Ndoshta ju ka ndonjë ilaç shpejtësie për ne. Ose në një palë ekstra atleti për të vrapuar. Sido që të jetë, ajo do t'jap një zgjidhje problemit tuaj. E, ani shok. Të gjenjë ca Coca-Cola të hëmbël. Trupi juaj është si motori i një treni. Duhet një karburant i mirë që ai të punojë në rregull. Nëse ju e ushqeni trupin tuaj me ushqime të papërshtatshme, ai nuk do të funksionojë në rregull. Shikoni këtu. Një film, shkëlqyer. Kam lërë ca kokoshka për këtë. Kjo është ajo që duket nga trupi juaj jashtë. Dhe kjo është ajo që duket nga brenda. Oh, që nga film horror? Jo ashtu vëllaçko. E shikoni, trupi jonë është krijuar nga disa sisteme që punojnë së bashku. Kemi sistemi nervor që ne ndiejmë dhe mendojmë. Sistemin e qarkullimit të gjakut në të gjithë trupin. Sistemin e muskujve që bën të lëvizim dhe të ndjejmë dhimbjen. Dhe sistemin e ushqimit dhe të tretjes që na jep në energji dhe mban sistemet e tjera të shëndosha. Ky është sistemi që jep trupit tonë energji? Tamam. Tani, këto janë shkallët e ushqimit që japin karburant trupit tonë. Doktoresha Grizzly, ku janë kokrat e sheqerit? Po biskotat me çokoladë? O Coca-Cola? Ëmbëlsirat dhe biskotat nuk i japin trupit ushqimin e nevojshëm që ka nevojë. Na bëjnë keq? Pak janë mirë, por shumë ato të ngopin dhe nuk na lanë të ham ushqimin e shëndetshëm që kemi nevojë. Nëse duam të fitojmë garën, ne duhet të japim trupit ton karburantin e nevojshëm. Dakord. Si thua, baba? Absolutisht dakord. Faleminderit për ndihmën, doktoresh Grizzly. Je i mirëpritur. Tito. Mirë, fëmijë. Unë mendoj të hipi makinës dhe të thehemi në shtëpi. Chu-chu! Chu-chu! Mbahuni mirë, fëmijë. Unë do të eci në këmbë. Kam nevojë për ushtrime. Faleminderit, doktoresha Grizzly. Je i mirëpritur. Oh! Nuk ishte thjesht, po ishin fëmijët. Ishin shkëlqyer, babi. Ti ishe më shpejt i arrinjve të moshës tënde. Mund ta thuash këtë. Nëse unë ushqehem mirë dhe vazhdoj të bëj ushtrime, unë fitoj garën vitin që vjen. Unë jam krenare për ju të tre. Kam një ide. Shkojmë në shtëpi dhe e festojmë duke hapur një shishe. Është shumë e thjeshtë të kthesh në zakonin e ushqimit të padobishëm. Do ta festoj me karrota dhe me sallatë jeshile. Po, atë desha të thosh edhe unë. Oh, babi. Të gjithë e kanë së vetë mbaj një kafsh në shtëpi, por e kanë të vështirë t'i largojnë ato. Dëgjoni historinë tonë. Si thua? Gati për një pritje, motër? Qa? Ups. Ndoshta goditja ime ka nevojë për disa prova.
ndoshta disa praktika për të ndjekur topin do të bëjnë akoma më mirë. Yes, sir. Në rregull. Çfarë ke motor? Duke si jemi i vogël. Nuk është mi. Është ketër. Apo jo, baba? Ke të drejtë vlla. Dhe bebi që ka shumë i vogël dhe i bukur. Dhe i pas ka syt akoma të mbyllur. I bebi vogël. Oh, sa i bukur. Sa i pastër. O jo motor, ti nuk duhet ta prekësh. Unë them që duhet ta marrim atë në shtëpi. Ketrat jetojnë nëpër drur dhe jo në shtëpi. Po është vetëm një fëmijë, baba. Ka më shumë arsye se kjo. Ai i përket mamas së tij. Më mirë të lvizim tutje që ajo të gjejë fëmijën e saj. Po mirë. Mirëpafshim, bebi vogël. Eja, motor. Pra këtu qënë keni, ë? Unë mendova se po luanit. Unë po luaj me vetën time. Motra po bën si babysitter. Mama e bebit nuk ka ardhur akoma për ta gjetur. Oh, jo. Ndoshta mama e ti nuk do të kthehet. Ndoshta mund t'i ke ndodhur ndonjë gjë. Dhe tani bebi jon i vogël është vetëm fare. Së shpejti do të erësohet. Do ta marrim brenda atë? Oh, mother, të kujtohet që të thash. Ketrat jetojnë jashtë. E di, po është vetëm një fëmijë. Duket sikur do të bjerë shi. Në rregull. Po vetëm se mos bjerë shi, ë? Dhe vetëm për këtë natë. Të presin për maman e ti. Sa i bukur që është. Unë mendoj se ka uri. Mami, çfarë ha një bebi ketër? Si shumë fëmijë të vegjël, qumësht nga nënat e tyre. Po me qënë se nuk ka mama, le të mendohemi. Motor, shko poshtë dhe merr një nga biberonët e kukullave. Ndërsa ti vëlla, shko dhe gjej diçka që të vëm ketrin të flej. Unë po përgatis diçka për të ngrënë. Si thua për pak qumësh me mjalt? Shkëlqyer. Po sikur të kishin dhe ca rosta sonte për darkë. Është për ketrin, lups. E po, në këtë rast, mjalti me qumë është të shkëlqyer. Mirë. E gjeta? Ja ku është? Jo shumë i ngrohtë dhe jo shumë i ftohtë. Shiko, ai hapi syt. Le ta quajnë Ketrushk. Unë mendoj ta quajmë atë si kafe. Wow! E pas ka marrë uria. Është shumë i bukur. I mbarove së preri drut. Mbarova. Ose ato drut janë ca të rënd, ose janë bërun mi but. A hodhe ndonjë sy rreth e rrotull për maman e ketrit? Aha. O nuk pash asnjë shenjë të saj. Erdha unë. Oh, si kafja vetëm han dhe flen. Po, kështu bëjnë gjithë fëmijët. Han edhe flen. Pastaj flen dhe han. Tamam ashtu.
Si bebi dhe babalarët. E dëgjova këtë, ë? Unë të dua shumë sy kafe. Klementina, po të prezantoj bebin tim sy kafe. Sy kaf, kjo është kukla ime Klementina. Jo, nuk hat Klementina sy kafe. Sy kafe ka filluar të hajë shumë, shpresoj mos mbaroj shumë që në mjaltin. Që ka bosh? Nuk po them për shishen, po them për kutin. Ajo ka ikur. Duhet jetë diku këtu rrotull. Do me të ndojët gjithandej. Ne duhet të gjejmë atë. Këtu nuk është. As këtu. As këtu. Vetëm këtu nuk kemi parë. Mama! Babi! Po gjejmë sy kafe në sekundi. Qetësohu. Ndoshta ajo e ka gjetur rrugën e saj jashtë. Ajo atje e ka vendin. Po çfarë do të bëjë ajo atje? Ajo nuk ka një mama që të kujdeset për të. Pa ajo nuk është më bebi, motër. Pa ajo ishte e lumtur këtu me mua. Ajo do të më mungoj. Wow, Ketrushka u kthye. Si kafe. Sa e lumtur jam që të gjeta. Të premtoj se nuk do të humbë nga syt. Do të të mbaj me dashuri për gjithmonë. E shikon? Kjo është një nga ato llojetra që duhet të mësojnë jashtë, jo në një shtëpi. Mos u shqetëso, baba. Ajo nuk ka për të në futur në telashe më. Të premtoj. Ti mendon se mund ta bësh këtë? E di që mundem. Në rregull, motër. Ketrushka jote nuk po ngopet më me qumësht. Prandaj ka filluar të hajë sheqer. Ndoshta provojmë t'i japim ca lajthi dhe stika. I sjellun. Po vjen ty. Hey. Hey. Ah! Oh, a je mirë i dashur? Ja mirë. Vëlla, a mund të mundimosh që të pregatis një ëmbëlsirë? Mëll me mjalt? Aha. Baba, ajo nuk donte të të kafshonte. E di. Po, a nuk të thash? E di, Ketrushka jote nuk është më bebi. Baba, të premtova që ajo nuk do të sjellë më telashe. Je sigur që do ta mbash premtimin? Jo. A mendon ti se Ketrushka është e lumtur këtu brenda? Unë po përpiqem ta bëj atë të lumtur, por nuk di nëse është e lumtur ajo apo jo. Mirë, pse nuk e le të bëj si do ajo vet? Po ajo vrapon në ndikti dhe bën rumur për gjërat. Jashtë. Po unë e dua shumë si kafen. Nuk dua që ajo tiki. Ne të gjithë e duam atë. Prandaj duam të bëjmë atë që është më e mirë për të. Me të vërtet, mendon se ajo do të jetë e lumtur jashtë? Aha. Ajo mund të vrapoj, të hip në pemë, të mbledh stika. Kështu do të bëj. Po do të më marrë shumë malli.
pafshim sy kafe. Duket që larg, është një ketrush e gëzuar. Wow, e pa se ku vajti? Ej, shikoni, qiti mamin e saj. Se motra dhe vëllezrit. Ti themi dhe hemi u pafshim sy kafe, si thoni. Po së kafja është fshime ne tani. Shihemi nesër si kafe.